Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Koalicioni Vlen, pas fitores në zgjedhjet parlamentare dhe përfshirjes në ekzekutiv, ka paralemruar një nga proceset më të rëndësishme politike, shëndrimin nga një koalicion zgjedhor në një subjekt të vetëm politik. Një proces që duhet të përfundonte prej muajsh, por që ende mbetet i paqartë me shumë dilema dhe pak detaje konkrete për opinionin. Njën nga subjektet kyçe të këtij koalicioni është edhe Partia Alternativa, tashmë e drejtuar nga Bekim Sali, i cili njëkohësisht mban edhe postin e zëvendës kryeministrit të parë në qeveri. Procesi i shkrirjes së Vlenit në një parti të vetme ka hapur shumë pikpyetje. A ka një afat të qartë për përfundimin e procesit? Cili do të jetë modeli organizativ dhe mbi të gjitha, a ekziston një konsensus real mes partnerëve të koalicionit? Ndërkohë, skena politike është razuar edhe nga zhvillimet e fundit që lidhen me paraardhësin e tij në postin e zëvendës kryeministrit Artan Grubi, i cili pas kthimin nga Aratia ndodhet në paraburgim shtëpiak. Ky zhvillim ka rritur tension politik dhe ka hapur debat të ri për përgjegjësinë politike, transparencën dhe standardet në qeverisje. Për të gjitha këto çështje, procesin e unifikimit të Vlenit, sfidat brenda koalicionit si dhe zhvillimet e fundit në skenën politike, sonte do t'i bisedoj me kryetarin e Alternativës dhe zëvendës kryeministrin e parë Bekim Sali. Pa humbur kohë, mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën në këto momente, i themi Bekim Salit. Mirëmbrëma, Recep. Mirëmbrëma. Zëri Sali, si që paralemrova edhe pak ma heret, pra kur do të bëhet Vleni parti? Punët e mira thuan shkojnë ngadalë dhe duhet bëhen ngadalë, duhet bëhen pa lëshime, pa problemet të cilat mund të lindin të nesërme. Jemi duke punuar gjithë së bashku që ta formojmë një parti politike serioze në skenën politike këtu të ne, dhe nuk kemi limit kohor, nuk kemi presion kohë, nuk ka zgjedhje këtë vit. Deri në këto momente, ka afat konkret se kur apo ende jo? Nuk kemi caktuar afat konkret, për arsye se çdo afat konkret do të na kishte bë një presion kohor në të cilin ndoshta mund të kemi edhe ndonjë lëshim në koordinim. Dhe me rëndësi është Vleni të bëhet një parti serioze, një parti e mirë, e mirëfillt, gjithëpërfshirëse dhe e hapur për gjitha strukturat apo individ të cilët do të kishin pas dëshirë të jenë pjesë e saj. A janë harmonizuar, zotri Sali, plotësisht parimet, apo ndoshta ende ka të themi dallime mes liderëve? Është e natyrshme të kemi dallime, për arsye se kemi të bëjmë me 4 parti politike, një iniciativë qytetare dhe një përfaqësues i një partie politike. Është shumë e pritur që mund të ketë dallime, mund të ketë laramënit mendimeve, propozimet ndryshme, argumentime, e kështu me radhë. Dhe kjo na merr kohë për formulimin e saktë të partisë politike, të cilën të gjithë ne dëshirojmë. Flas për parimet ato të cilat edhe ju në fillim në koalicionin parazgjedhor i keni vendosur dhe i keni nënshkruar, të them, gjitha liderët e atëhershme. Pyese deri ku janë harmonizuar çështjen e barazisë, përfaqësimit e kështu me radhë. Koalicioni Vlen, çelësin e suksesit të saj ka arritur në bazë të marrëveshjes të cilën e kemi pas, si barabarësi mes faktorëve të brendshëm dhe trajtimin e barabartë ndaj çdo strukture e cila do të vijë në Vlen. Dhe kjo ka qenë çelësi i suksesit edhe në zgjedhjet parlamentare dhe në ato lokale. Tani ka propozime për ndryshim të modelit, diskutojmë, debatojmë. A është gjetur deri në këto momente që flasim modelin më i përshtatshëm i drejtimit të Vlenit? Pra, do të shkoni me një kryetar i vetëm me rotacion dhe presidencë ndoshta, apo ndoshta do të shkoni me 2 bashkëkryetarë siç e përmendi ditë më parë Izet Megjiti? Domethënë, deri më tani kemi disa modele të cilat janë propozuar. E tani varësisht prej eksponentëve propozohet një model, ndoshta përkrahet apo mirë, po nuk kemi ndonjë konsenzus mes nesh deri më tani, deri në këto çaste, se cili model do të jetë më i miri për Vlenin. Sipas jush, cili model është më i miri sipas jush? Më fal që ju ndërpres. Cili model është më i miri? E dini se ne kemi propozuar modeli me rotacion, i cili do të ishte përsëri gjithëpërfshirës, i barabartë për gjithë faktorët të cilët e përbëjnë Vlenin, mirë, po do të shohim, a do të jetë modeli kapur nga gjithë aktorët brenda Vlenit. Qoftë nëse pranohet ky model, si po thoni ju, me rotacion me një kryetar e kështu me radhë, ose ai tjetri me bashkë kryetar, cili kandidat do ta mbështes Alternativa si kryetar i Vlenit?
Unë në disa raste e kam thënë se nuk ka rëndësi emri, është shumë me rëndësi modeli. Nëse modeli është i mirë, i suksesshëm dhe gjithë përfshirës, i barabartë për gjithë faktorët e brendshëm të Vlenit, unë mendoj se nuk ka rëndësi për emrin, për arsye se jemi dëshmuar se cilin nga kryetarët aktual nga partitë politike se jemi korrekt, dim të përfaqësojmë Vlenin, dim të funksionojmë në qeveri, dim të shtyjmë politika në interes të banorëve të këtij vendi, kështu që emri i përveçëm nuk do të jetë aq i rëndësishëm sa është i rëndësishëm vetë modeli. Të gjitha liderët e koalicionit Vlen po e thonë këtë. Pra, në fakt nuk e thonë. Pse kanë kaq të vështirë të tregojnë dy emra, një arsye, cilin e shohin në fillim si kryetari i Vlenit? Domethënë kështu, nëse insistoni për emër, për hatrin tuaj po e them. Po nuk ka të bëjë me vlerësimin se njëri është më i mirë se krejt tjerët, për arsye se nuk kemi aso bindje se njëri do të jetë me dallim shumë të madh nga kandidatët tjerë, për arsye se këtu ne e propozojmë versionin me rotacion, që të jepet mundësia se cilit nga kryetarët të jetë kryetar edhe i Vlenit, po edhe strukturat të cilat e përbëjnë Vlenin, ta gjejmë veten në mënyrë inkluzive në politikë bërjen për një afat të caktuar, dhe ajo do të ishte një mundësi e mirë që edhe opinioni ta sheh, po edhe vetë strukturat e partive tjera ta ndjejnë inkluzivitetin kur një kryetar i një partie tjetër është përfaqësues apo kryetari i Vlenit, sa është pjesëmarrja e strukturave politike të cilat janë në numër shumë të madh. Jo, shikni veten si kryetar i ardhshëm, kryetar i ardhshëm i Vlenit. Tani në atë frym po flas. Domethënë secili nga ne mund ta marrë përgjegjësinë për arsye se kemi dëshmuar se jemi përfaqësues të denjë të një partie politike, natyrisht e njëjta do të ishte përsëritur edhe në Vlen. Por sa nën kryetar parashikon të ketë partia e re? Nuk kemi caktuar ende numra, domethënë ende janë çështje të hapura të cilat do jemi duke i diskutuar, i debatojmë, japim kohë, domethënë pas kohë kemi takime për koordinim, qoftë çështje ekzekutivi, qoftë çështje e Vlenit, kështu që nuk kemi përcaktuar numër fiks të nënkryetarëve, të kryetarëve, a do të jetë me bashkëkryetar, apo të jetë një kryetar, apo do të jetë rotacion. Janë çështje të hapura dhe nuk janë të definuara ende. Jo, pyetja ishte, nënpyetja ime e radhës ishte, a do të keni 6 nënkryetar siç ka BDI-ja aktualisht? Tani nëse përcaktimi i tyre ka qenë për t'i pas 6, mund t'i bëjnë 6, ndoshta mund të kenë propozime edhe 3, mund të bëjnë edhe 7, kështu me radhë, por është çështje përcaktimi. Modeli e përcakton edhe numrin e nënkryetarëve, të cilët me siguri me detyra të caktuara do të jenë të ngarkuar brenda një organizate politike, varësisht cilat politika do t'i ndjekin, a do të jetë në ndarje zonale zgjedhore, apo do të jetë në shtrirje të qyteteve më të mëdha me përgjegjësi për veprim lokal, apo me detyra të caktuara që ka të bëjë me marrëdhënie me jashtë, me diplomaci, me i ngarkuar me financa, ndoshta apo i ngarkuar me krim të politikave të strategjike të partisë, kështu që varet cilin model do ta përcaktojmë. Shumë sinqerisht dhe shkurt, cili lider aktualisht po e dikton, të themi, tempon, ritmin e bashkimit të Vlenit? Unë mendoj se të gjithë jemi një zëri të mendimit se duhet të bëhet një parti politike, e cila do t'i përfaqësojë shqiptarët fillimisht dhe do të punoj për të mirën e gjithë qytetarëve në vendin tonë, për arsye se jemi pjesë e shumicës parlamentare dhe pjesë e qeverisjes në nivel qendror. Dhe të gjithë jemi një zëri, por kemi natyrisht divergjenca në modelin e subjektit të ri politik, për arsye se secili nga ne ka formuar partinë politike ashtu si ka vlerësuar se duhet të jetë më e mira. Mirë, po tani kemi rrethana të reja në të cilat po duhet edhe të adaptohemi dhe të kontribuojmë pozitivisht. Zotëri Sali, kthimi i Artan Grupit nga Ratia, akt përgjithësia apo ndoshta lëvizje detyruar nga rrethanat? Kjo e dyta është pak më e përgjithshme. Unë vlerësoj se Artan Grupi e ka kuptuar se BDI nuk vjen në qeveri për ta mbrojtur dhe e ka kuptuar se
ka qenë i vetmi sakrifikues për gjithë atë veprim të cilin e ka pas në periudhën derisa ka qenë në qeveri dhe në postin kyç të qeverisë. Natyrisht, duke mos dashur që ta mbaj barën e përgjegjësisë vetëm vetë, presim që së shpejti Artan Grupi të jetë ajo kutia e zeze e BDI-s në të cilën mund dalin edhe shumë emra të tjerë, të cilët natyrisht nëse ju kujtohet në një rast Artani pa të thënë se nuk ka vepruar asnjëherë kokë më vete, po ka vepruar në bazë të konsultimeve të cilat apo sugjerimeve të cilat i ka marrë nga dikush brenda partisë, kështu që presim të jetë një periudhë interesante për opinionin dhe uroj që rasti i tij të zbardhet sa më shpejt dhe kjo të jetë një shkollë për gjithë ata të cilët pretendojnë të jenë pjesë e qeverisjes. Shumë shkurtimisht çfarë po ndodh, dini gjë se çfarë po ndodh në strukturat e Arben Fetajt, Azir Aliut, Fatmir Limanit nga ana tjetër, tani Aleanca e Re, keni një parti e re në brenda koalicionit apo jam gabim? Kjo ishte një iniciativë të cilën mbrëm e vërejtëm, e lexuam si platformë e re, Aleanca e Re. Nuk jam informuar për përmbajtjen e saj, nuk jam informuar as për idenë e saj se çka në vete ngërthejnë kjo platformë, por mesazhi ishte se të gjithë jemi duke punuar drejt formimit të Vlenit si një parti e vetme politike. Me siguri këtu ka të bëjë edhe këto riorganizime të brendshme për shkak të parapregaditjeve të cilët do të rezultojnë nesër në formimin e një subjekti të përbashkët. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hapësisht për gjitha këto. Faleminderit. Urdhani. Të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. Përballë me është, siç e pat, zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali, njëkohësisht edhe kryetari i Alternativës, por para se të vazhdojmë të flasim për leadershipin e Vlenit, do doja Bekim Salin edhe një herë të ndalemi se çfarë mesazhi në thelb përcolli të themi veprimi i paraardhësit tuaj Artan Grupi, i cili u dorëzua në pikën kufetare Bllaca. Më thënë, janë disa qasje të leximit këtij veprimi. Unë personalisht mendoj se është dorëzim i nga pritja e gjatë të cilën e kishte jashtë vendit, për arsye se në momentin e largimit nga shteti, pa të thënë se është në një vizitë private dhe shumë shpejt do të kthehet. Pastaj kishte mesazhe të llojit përderisa nuk ka drejtësi korrekte me të cilën do të kisha mund të ballafaqohem, nuk do të kthehet. Gjitha e periudhë ka të bëjë me shpresën se BDI një ditë do të vijë dhe do të jetë pjesë e shumicës parlamentare. Mirë po, duke kuptuar se nuk ka kushte për kthimin e BDI-s në pushtet, Artani siç duket ka vendosur që të vijë në shtëpi dhe të fillojë të merret me realitetin. Pse vendosi të kthehet Artan Grupi pas 14 muajsh në Arati, mëngjesin e së hënës në 60 minuta? Si ta kuptojmë logjikën? Do të thënë, ne gjithçka që mund të flasim sot është supozim. Për arsye se nuk kemi dhe gjithmonë pa dashur të përzihemi në as deklarat konkrete nga vetë ai apo ndonjë përfaqësues juridik të tij. Mirë po është supozim se shpresat kanë humbur se BDI mund të kthehet dhe mund ta mbrojnë Artanin, për arsye se e dim se ka qenë kontribuesi ndoshta më i madh në parti për mbarvajtjen e politikave të asaj partie politike. Dhe duke kuptuar se nuk ka shpresa për kthim në pushtet, nuk mund ta mbrojë partia e tij, si duket Artani ka vendosur që të vijë dhe të ballafaqohet me realitetin. Realiteti është kjo që është, se është i ndjekur nga organet e drejtësisë dhe ai pa të deklaruar njëherë se nuk ka bërë asnjë veprim pa qenë i konsultuar apo i sugjeruar nga dikush tjetër nga partia politike. Kush është ai, me siguri do të shprehet para organeve të drejtësisë dhe ndoshta opinionin ndonjëherë mund ta kuptoj. Kjo është ajo arsye. Mirë po, Artani nuk i ka borxh askujt në parti, sipas asaj që mund ta shohim,
dhe me siguri do të duhet bashkëveprimtarët e tij të jenë bashkë në tavolinën e njëjtë, ku do të duhet edhe ata të shprehin për organizimin të cilin e kanë bërë dhe domin që ja kanë sjellë. Kjo është arsyeja pse ju mendoni se faktikisht dorëzimi i tij do të jetë fillimi i fundit për strukturat e BDI-s dhe do të hap kutinë e Pandorës dhe kutinë e zezë. Kështu thuashte edhe ju e thatë pak më parë. Pra kjo është arsyeja? Simbas nesh, kjo është. Simbas nesh, mirë po do të shohim, koha do të dëshmojë. Ajo nënkuptoj unë juve mirë, apo ndoshta e kam gabim se ju faktikisht nënkuptoni që BDI-ja fare nuk ka qenë e informuar për kthimin dhe dorëzimin e Artan Grupit? A është ky mesazh që përcjellni? Domethënë kështu, me që BDI nuk arriti ta kryejë detyrën e shtëpisë së saj, të kthehet në pushtet, me gjithë ato lutje të cilat i bëjshin deri te kryeministri që ti ketë parasysh dhe tentimet e shumta të cilat i bënte vetë zoti Ali Ahmeti që takohet me kryeministrin, sa për të futur dyshimin se ne jemi duke biseduar për hyrje në qeveri. Pas gjithë kësaj, mendoj se Artani i ka harxuar bateritë e tij jashtë vendit dhe ka vendosur që të kthehet në shtëpi dhe a mendoni se ta vazhdoj procesin e tij të arsyetimit, ndoshta edhe mund të arsyetohet për arsye se direktivat me siguri i ka marrë nga dikush dhe ai dikush duhet të jetë në radhët me Artanin. Në këto momente që flasim, a mendoni se kthimi i grupit ishte i kalkuluar nga ai vetë apo ndoshta nga figurë tjetër, apo ndoshta mund të ketë pasur marrëveshje politike nga dikush para këtij vendimi, siç e shihni ju këtë punë? Nuk mund të hyj deri në atë nivel të supozimit për arsye se veç ma hapen shumë dilema. Domethënë, mund të parashohen shumë pyetje dhe shumë dilema rreth çka ndodhi dhe pse çfarë prapavije mund të ketë. Po ky është ai këndvështrimi jonë që ne e vlerësojmë se ka sjell deri në vendimin që të paraqitet në kufirin e Bllacës. Po nga ana tjetër keni edhe një këndvështrim tjetër, duke thënë se po pyet faktikisht kush nga BDI-ja po e kërcënon Artan Grupin. A është e vërtet kjo? Pse po e parashtroni këtë pyetje? Çfarë indikacione keni? Me që vetë Artan Grupi kishte deklaruar para organeve të drejtësisë se nuk ndjehet i sigurt në burgun e Shutkës, ne supozojmë se dikush nga BDI e kushtëzon apo e kërcënon në aspektin e heshtjes, me detyrë që të hesht për atë që e ka ndërmend ta flet. Zotri Sali, të kthehemi të bisedojmë për leadershipin e Vlenit. Pra, prej disa muash, më falni, flitet për shkrirjen e koalicionit Vlen në një subjekt të vetëm. Pra, deri në këto momente, cili është statusi aktual i këtij procesi dhe a jemi gabim ne mediat opinioni që themi se pak po zgjat shumë ky proces apo jo? Cili është statusi aktual? Kam përshtypjen se gazetarët dhe mediat nxisin dinamikën apo përshpejtimin e procesit të shkrirjes të gjitha partive politike në një organizatë politike, në një parti politike. Mediat pyesin zotri Sali, po edhe deklaratat jepen nga liderët. Natyrisht, duhet të jemi shumë të kujdesshëm në atë që e deklarojmë. Për mua personalisht, Vleni do të jetë një organizatë më e shëndosh se sa ne vetë organizatët të cilat kemi arritur t'i bëjmë deri më tani. Dhe duke pas parasysh se përgjegjësia do të jetë edhe më e madhe si një organizate vetme politike, dhe duke pas parasysh konglomeratin apo lloj-llojshmërinë e strukturave të cilën e kemi brenda partive tona, duhet të jemi shumë të kujdesshëm për formimin e edhe të kryesisë, po edhe të strukturave të Vlenit. Kur themi më kujdesshëm, në çfarë aspekt, në çfarë drejtimi keni? Në aspektin e organizimit të brendshëm, në aspektin e ndarjes së detyrave të brendshme, në aspektin e promovimit të programit me të cilin do të veproj, statuti i partisë, si do të jetë. Po çfarë e pengon aktualisht këtë? A ka diçka që e pengon? Asgjë nuk e pengon, po në fakt janë procesi, janë tema të hapura të cilët i diskutojmë, dhe natyrisht derisa të shteren gjitha argumentet në tavolinë, nuk është mirë që të bëhet një hap konkret. Edhe nëse në anën tjetër, nëse parashtrohet pyetje, po sa do të zgjas kjo? Unë kisha thënë më mirë le zgjas dhe të bëhet si duhet, se sa mos ta bëjmë shpejt e pastaj të hasim në problemet të mosmarrëveshjeve të brendshme.
duke i pas parasysh shumë iniciativat të cilat kanë ekzistuar deri më tani. Çdo koalicion ka qenë afat shkurt në skenën tonë politike, sidomos te partitë politike shqiptare, dhe duke i marrë parasysh gjithë këtë përvojë në të kaluarën 35 vite pluralizëm, mendoj se një herë për gjithmonë duhet të ulemi edhe me kokë ftoft ta mendojmë çfarë partie politike ju duhet shqiptarëve, jo leadershipit, jo aktivistit, por shqiptarëve, me çfarë programi, çka do të përfaqësojnë ata, çfarë statuti do të ketë partia politike. Cilat do të jenë kriteret konkrete? Si do të jetë zgjedhja e liderit të partisë? Pikërisht këtë pyetje kam. A do të ketë barabarësi ashtu si filloi Vleni, apo nuk do të ketë më? Cilat janë kriteret për ta formuar shumicën brenda partisë, apo si do të bëhet një kryesi, çfarë forme të kryesisë do të ketë, vendimmarrja, ingerencat e brendshme të kryetarit, të nënkryetarit e kështu me radhë. Kështu që janë temat hapura që unë mendoj se nuk janë shterë ende. Don kohë, nuk janë shterë ende, janë të hapura, duhet kohë, duhet diskutohet, të shteren gjitha argumentet e mundshme dhe pastaj të Por zotëri Sali sillim vendimin. Po, zotëri Sali, pavarësisht kësaj ju jeni politikan tashmë. Bani një post shumë të rëndësishëm. Sipas jush, cili prej 6 liderëve ka realisht kapacitetin për t'i mbajtur unifikuar, gjithmonë themi në hapat e parë të kësaj partie, themelimit të kësaj partie në një parti të vetme, t'i mbajtë të gjitha subjektet të unifikuara. Po mundohem të nxjerr figurën në sytë e juaj se cili është ai në fillim. Në parim mendoj se organizata vetë do të nxjerrë liderin, për arsye se për momentin të gjithë janë të barabartë. Të gjithë janë lart poshtë me një dëshmi të përvojës politike, dhe ne jemi në skenën politike pothuajse 2 vite bashkarisht, dhe kjo ka qenë një periudhë mjaftueshme për ta kuptuar perceptimin e opinionit, raportet brenda strukturave të partive politike. Ne kemi pas një cikël zgjedhor në zgjedhjet lokale, në të cilën veç ma partitë politike filluan të zbehen, po ishte Vleni, domethënë listat e këshilltarëve ishin keni garuar bashkërisht deri në fund. Gara ka qenë e përbashkët, përkraje ka qenë e përzirë dhe e përbashkët. Por a mendoni se drejtimi në fillim i Vlenit si një partie e vetme duhet i takojë, për në fillim, jemi duke folur, duhet i takojë Bilal Kasamit apo Izet Megjidit? Cili do qoftë nga emrat, domethënë ne kemi 6 emra të cilët potencialisht mund të jenë udhëheqës të Vlenit, dhe cili do qoftë nga emrat, nëse marrëveshja është brenda Vlenit e duhura, ajo që duhet të jetë më e shëndosha, unë mendoj se nuk ka problem kush është lideri, kush është kryetari. Kryetari është akt formal, ta them, dhe merr përgjegjësinë për organizimin e partisë politike në aspektin teknik të partisë dhe përfaqësimin e saj jashtë organizatës. Mirë po, unë mendoj se të gjithë janë të denjë dhe kanë kapacitetin për të përfaqësuar, për arsye se 4 nga liderët aktual veç ma janë kryetar në partitë e tyre, kështu që janë figurat të dëshmuara, të kapura nga opinioni, kështu që nuk ka asnjë pengesë se cili do të jetë lideri. Ju tregoni modest, nuk është. Më rëndësishme për mua është modelin të cilin do ta zgjedhim ne si parti politike, përcaktimin ideologjik, shpërndarjen e pushtetit brenda e kështu me radhë. Deri në këto momente që flasim pak më herët e përmendet se jeni në negociata, bisedohet, çështjet janë të hapura në tavolinë, por deri në këto momente dihet se sa është, domethënë, ndar heshtja, postet, përqindja, ma konkretisht, kush sa do t'i takojë, apo çdo gjë mbetet ende në negociata. Kjo është pyetja. Tani nëse flasim për përqindje brenda Vlenit, atëherë pse kemi nevojë ta bëjmë Vlenin 1? Nëse kemi përsëri ndarjen brenda. Nëse nuk flasim për ndarjen brenda, atëherë cili është modeli me të cilin do të ketë barabarësi brenda, cilat janë kriteret me të cilat do të bëhet shpërndarje e pozicioneve të caktuara në qeverisje. Nuk flasim vetëm për tani, se tani veç më janë pozicionet e ndara, mirë po flasim edhe për zgjedhjet e ardhshme. Në çfarë forme do të sjellim vendime për listën e deputetëve? Domethënë, kjo është një temë specifike për arsye se nëse
janë kriteret e përgjithshme, do duhet në bazë të kriterieve të përgjithshme të kërkojnë kandidatët. Jo në bazë të një përkatësie rajonale, profesion, gjini, e kështu me radhë, se kemi parasysh se në lista zgjedhore të parlamentarët edhe lokal duhet respektohet edhe përfaqësimi i gjinisë. Kështu që janë shumë tema të cilat duhet diskutohen, duhet definohen dhe pastaj të vazhdojmë rrugën për Po jo rastësisht pyetës se nga cilat faktor do të varet unifikimi i Plot i Vlenit, përveç çfarë duhet të posedon të ketë. Kjo është pyetja edhe dilema që çdo një lider që jep deklarata në lidhje me leadershipin e Vlenit është pak i kujdesshëm në këtë drejtim. Jo rastësisht pyetës se çfarë qëndrimi tani kanë konkrete dhe liderët e tjerë të Vlenit për shkrirjen e koalicionit dhe për emrat që fliten deri në këto momente ose për modelet edhe për emrat e kandidatëve për kryetar. Çfarë thonë ata në këto negociata? Domethënë, kontributi është i barabartë i gjithëve në drejtimin e formimit të një partie politike. Jo, e kam fjalën, a kanë dhënë mbështetje për ndonjë model konkret, mbështetje për ndonjë kandidat, apo shumica mbajnë qëndrimin neutral, duke pritur të themi kompromisin final për sa i përket modelit dhe normalisht dhe garën për kryetar. Çfarë thonë liderët? Është e natyrshme që gatishmëria për të udhëhequr dhe për të përfaqësuar Vlenin është të gjithë. Edhe pse nuk kemi arrit deri në atë shkallë që të pyesim njëri tjetrin, a je ti, a jam unë, a është ai tjetri, domethënë nuk bisedohet në këtë formë. Nuk e diskutojmë në atë nivel, sa e diskutojmë vendimmarrjen, raportet brenda Vlenit, mënyrën e përzgjedhjes së funksionarëve nesër, lista e deputetëve, përfaqësimi gjinor natyrisht duhet të përmirësohet në ekzekutiv, për arsye se te grupi parlamentar, për shembull, kemi përfaqësim ta them superior nga ana e femrave. Janë 7 deputetë dhe 4 deputetë meshkuj. Ju thoni se nuk e zhvilloni bisedën në këtë nivel, të themi, por nga ana tjetër, a ka presion ndoshta nga strukturat në terren që një lider të avancojë mbi tjerat, apo kërkohet figura unifikuese edhe në terren? Është natyrshme, përderisa çdo lider vjen nga një strukturë politike, parti e caktuar, është natyrshme që të ketë edhe simpatim brenda partisë vet që ai të jetë përfaqësuesi. Ne duhet ti heqtim këto tentime, ti them tifozerin partijake, për arsye se tifozeria nuk do të na sjell sukses. Ato sjellin vota dhe numra në fund në ditën e zgjedhjeve, po Bilal Kasami nisi me shkarkimin dhe rikonstruimin e organeve partijake, duke sinjalizuar gatishmëri për shkrirjen e një parti të vetme. Nga ana tjetër, kishte paralajmërim duket edhe ditën më parë edhe 20 me gjeti se do të fillojë këtë proces. Deri ku është alternativa në këtë proces të ngjashëm të rikonstruimit? Kur do të filloni? Nëse ju kujtohet, alternativa e bëri hapin e parë me dorëheqjen e ish kryetarit të partisë politike, i cili tha unë nuk e ndjej veten që do të jem pjesë e procesit të bashkimit të Vlenit si një parti politike, dhe e bëri hapin e parë duke lënë hapësirë që të jetë i zëvendësuar dhe në mënyrë më demokratike dëshmoj se të gjithë ne jemi të përkohshëm. Edhe unë jam i përkohshëm në alternativë, nesër mund të jem edhe i përkohshëm në Vlen, jam i përkohshëm edhe në ekzekutiv, kështu që të gjithë ne në forma të ndryshme kemi dëshmuar se jemi të gatshëm për këtë proces. Në aspekt organizativ të alternativës. Dhe do ta përkrahim. Deklaratat e llojit të dorëheqje nga kryesia qendrore për hir të formimit të Vlenit, së shpejti do të mbahet mbledhja e radhës e Kuvendit Qendror për ta diskutuar për shkrirjen e strukturave politike, janë deklaratat të gjithë eksponentëve. Nëse e vëreni, nuk ka asnjë deklaratë e tipit nuk jemi të gatshëm për këtë proces. Domethënë, kur t'i vijë momenti edhe alternativa do të jetë në atë fazë, por ne nuk ngutemi. Sikur që e thash edhe më herët për çështjen e afatizimit, kur do të bëhet Vleni, nuk duhet të shpejtojmë. Unë jam i qëndrimit se nuk duhet të shpejtojmë. Më mirë të bëhet ashtu si duhet, se sa të shpejtojmë, e pastaj gjatë ecurisë të zgjidhim problemet që mund të jenë ndoshta më serioze. Dhe ne do të jemi të përgjegjshëm, jemi kryetar partish, mbartim përgjegjësi edhe për atë që e themi, po edhe për atë që e veprojmë.
Nëse ju thoni se nuk duhet të nxitoni dhe të shpejtoni me ndonjë model i cili mund t'ju sjellë hipotetikisht pasojën e të ardhmen, atëherë si është qëndrimi i liderëve të tjerë? Ata shpejtojnë për të shkrirë apo jo? Po tani zoti Kasami ka shkrirë kryesinë e partisë. Mirë, po partia ekziston, kuvendi qendror ekziston, degët ekzistojnë, gjithçka ekziston. Vetëm kryesia qendrore është e shkarkuar. Te partitë tjera nuk ka ndonjë hap konkret. Tash në Vlen, a keni parti të re, aleanca e re? A i bjetë kështu ajo, si ta kuptojmë ne si? Këtë mbrëme e pa, opinioni me do e pa, edhe unë natyrisht, është një platformë e re për të cilën nuk kam informacion çfarë përmbajtje ka, çfarë ide ka, por mesazhi ishte i përgjithshëm, domethënë ishte përkrahas për formimin e deklarativisht ishte përkrahas për formimin e Vlenit. Kështu që secili në forma të ndryshme jep mesazhin e tij se duhet të bëhet, por kur dhe si ende jemi në fazë diskutimi. Si do të arrisë Vleni cilësinë e përfaqësimit politik të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, ndryshe gjithmonë nga BDI-ja, siç po thoni ju? Edhe unë jam optimist se Vleni duhet të jetë një model i ri i politikbërjes në vendin tonë, për arsye se edhe në të kaluarën, po edhe në momentin në këto rrethana aktuale, shohim se nuk ka ndonjë ndryshim në veprimtarinë politike, domethënë nuk kemi qasje të veçantë si koalicion politik tani për tani. Dhe kjo është arsye e insistimit tim se do duhet Vleni të jetë një model i ri i partive politike, një frymë e re do të jetë, ndoshta edhe me figura të reja, nëse opinioni ndjen se figurat të caktuara janë zbeh, e kanë dhënë maksimumin e tyre dhe s'kan çka t'japin. Më tepër mendoj se do t'i jepet hapësirë të rinjve. Dhe partia politike Vlen do të jetë një parti e cila do të themelohet dhe besoj që në 10 vitet e ardhshme të jetë figura e vetme unifikuese e gjithë individëve të cilët duan të merren me politikë. Jo strukturat të cilët formohen si rezultati një shumice, për arsye se shumica shpeshherë din ta humbë edhe kualitetin e përzgjedhjes, kështu që do të ta formojmë i duhet skenës politike një model i ri i zgjedhjes së ekzekutivit, i zgjedhjes së modelit për lista zgjedhore, qofshin ato parlamentare, qofshin ato lokale. Mendoni se kur të shndërroheni në një parti të vetme, përfaqësimi i shqiptarëve dhe negociatat do të jenë përballë palës tjetër, do të jenë më të fuqishme, më në pozicion për të arritur qëllimet dhe për të... Si një parti politike, padyshim. Domethënë, si një strukturë, si një parti politike, natyrisht se do të jetë më... Edhe pse edhe tani kemi qenë dhe jemi të unifikuar, gjithmonë përfaqësimin e bën një nga kryetarët, nuk shkojmë asnjëherë përveç periudhës fillestare kur kemi filluar bisedimet për koalicionim qeveritar, atëherë kanë qenë prezent të gjithë kryetarët, mirë po mbas asaj veç ma në emër të Vlenit flet njënit, siç ishte rasti i fundit me prezencën e zotit Kasami në takimin e liderëve, domethënë nuk shkuam në 4, shkoi vetëm një përfaqësues i liderëve, kështu që nuk kemi ne të lashe apo probleme në përfaqësimin ndaj partive tjera, ndaj korit diplomatik, kështu me radhë, por natyrisht duhet bëhet edhe më mirë. Duhet të avansojmë ne Vlenin dhe besoj që ka ardhur edhe faza në avansimin e saj. Tani, sigurisht se kam edhe shumë pyetje në sa i përket leadershipin e Vlenit, pra ku e shihni Vlenin pas 3 vitesh të shndëruar në një parti të vetme, cila është reforma ose hapi më i radhës i rëndësishëm që Vleni duhet të ndërmerr pasi do të zgjidhet modeli dhe kryetari, por do doja të ndalesha te një çështje tjetër. A duhet të shfuqizohet qeveria teknike, cili është qëndrimi juaj personal dhe ai Vlenit, kuptohet? Qeveria teknike ishte një zgjidhje në rrethana të caktuara politike. Ju kujtohet viti 2016 ka pas rrethana specifike, të them kështu, politike në vendin tonë, kishte një cikël zgjedhor i cili duheshte të përgatitet opinioni dhe institucionet për zgjedhje të radhës. Dhe si zgjidhje ishte edhe qeveria teknike, që e pam se kishte efektin në atë periudhë, mirë po tash ka ndryshuar rrethana. Domethënë, kemi
vlerësime të larta nga institucionet të cilat e ndjekin e monitorojnë procesin zgjedhor, dhe ato vlerësime thuan se procesi zgjedhor në vendin tonë është demokratik, është fair, është i qetë, pa incidente, pa kërcënime ndaj votuesve, procesi është në mënyrë më të mirë të mundshme rrjedh dhe nuk e shohim shumë të nevojshme të ketë qeveri teknike për arsye se qeveria teknike veç ma shkakton një ngërç institucional në qeveri, dhe këto institucione në cilat ka ndryshim të ministrit, zëvendës ministrit e kështu me radhë, do të jemi të real se nuk janë edhe funksional në nivelin që duhet, për arsye se gjitha institucionet janë vënë në organizimin e... Aty hynë dy përfaqësues nga parti politike oponente, dhe natyrisht nënshkrimi është i lidhur, ka vonesa në realizim të projekteve caktuara, por në realizim të obligimeve të institucioneve, kështu që tërheqja e qeverisë teknike nuk është ndonjë dëm për shtetin, natyrisht edhe vazhdimi i saj, nëse insistohet... Sikur kishte në një periudhë, zotëri Sali, sikur më falë që ndërpres, sikur të kishte një periudhë të mendime të ndara mes partive në pushtet, se a duhet të shfuqizohet apo ta lejmë edhe njëherë? Edhe kjo më lind dyshimin pse me lënë. Ajo ishte propozim të hiqet, por jo me insistim që në zgjedhjet e ardhshme të jetë modeli i ri. Jo me insistim. Dhe më thënë, në regull, i heqim pas zgjedhjeve të ardhshme në vitin 2028. Në regull jemi. Edhe 2028 le të shkoj me qeveri teknike, pas asaj shfuqizohet, kështu që nuk kemi ndonjë, si ta them, në projet kontra, ndoshta 50-50 mund tjetë. Jo, po mundohem të gjenë logjikën pse edhe njerë të lenë, kjo ishte e pyetje, duke marrë parasysh gjithmonë kam parasysh. Nëse insistohet, nëse dyshohet se pushteti do të keq përdor institucionet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kështu me radhë, në rregull jemi, s'ka problem. Jo, për te kësaj është shoh. I përgjigjemi opozitës se edhe një herë do të ketë qeveri teknike për t'ju dëshmuar se nuk ka keq përdorim të institucioneve. Zgjedhjet e fundit lokale dëshmuan këtë. A do të ketë rikonstruim të qeverisë dhe nëse po kur, cilat ministra për shembull të përfshihen në këtë rikonstruim? Është e pritshme që të ketë rikonstruim, për arsye se kanë kaluar diku rreth 2 vite, në maj qershor do të bëhen 2 vite të këtij formacioni qeveritar, dhe është e natyrshme që të ketë rifreskim, ndoshta ndrim të resoreve brenda partnerëve të koalicionit, ndrim të emrave si bartës të institucioneve. Kush do të freskohet? Janevska, Stojlkoviqi, ndoshta apo Fillkovi? Ka më shumë propozime, po ajo përsëri do të varet cila strukturë politike, cili koalicion merr një resort të caktuar dhe me çfarë kuadri disponon, domethënë nuk është vetëm të merret resori nëse nuk ka kuadër i cili... Jeni të kënaqur nga Janevska, Stojlkoviqi dhe Fillkovi? Natyrisht se kemi vërejtjet tona, domethënë për funksionimin bile në rastet të caktuara dhe për plasjet e kemi pas publike, kështu që nuk do të thotë se jemi partner koalicioni dhe pajtohemi në gjithçka që thuhet apo gjithçka që një nga ato përplasje patët, nëse nuk jam gabim, për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, po? Po, ajo ka qenë, mendoj, në momenti kur kemi pas përplasje publike, domethënë të zëshme. Tani ju negocioni, që nuk e vlerësoj si mënyrë të veprimit, për arsye se partnerët e koalicionit do t'i zgjidhin çështjet brenda zyreve, qeverisë e kështu me radhë. Dhe kur jemi të zgjedhjen, ju, nëse nuk jam gabim, jeni negociator, jeni të angazhuar për të gjetur zgjidhje për mundësinë e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, deri ku ka arritur negociatët që ju thhiqni? Po, me që kishim dilema në mënyrën e leximit të ligjeve dhe në momentin kur subjektiviteti futet para argumenteve, mendoj se ekspertët e kanë fjalën e fundit dhe kemi formuar një grup pune në të cilin janë të kyçur profesor universitar. Natyrisht kemi dhënë edhe emër të duhur për të qenë pjesëtar i cili e lexon ligjin ashtu si shkruan. Dhe pres ky grup të sjellë vendim përfundimtar, të cilin besoj se do ta respektojmë të dy palët. A është mbledhur grupi?
Po, ka pas takim, komunikim mes vete, natyrisht e kemi parasysh se e njëjta situatë po na përsëritet në shumë ligje dhe në disa raste insistimi im ka qenë që nëse hapim një, ti hapim një pas një, të gjitha të dyshimtat që na krijojnë probleme. Për arsye se ne jemi sot ballafaqohemi me një problem të cilën e ka lënë struktura e kaluar politike. Mos t'i alim edhe ne ndonjë strukture tre politike, po t'i zgjidhim, t'i definojmë këto çështje që mos kthehemi gjithkohës në temat e njëjta, për arsye se në moment të defokusimit të ndoshta rezultateve më të dobta nga pritjet që janë në opinion, defokusohemi në çështje etnike, mundet, s'mundet, domethënë kufizime, i bëjmë njëri tjetrit, kështu që mos na përsëritet e njëjta si të kaluara. Do të gjejmë zgjidhje. Për afërsisht për sa kohë do të jetë vendimi i këtij komisioni, grupi punues në lidhje me. Tani nuk kam insistuar në kohë, domethënë kemi dhënë afat diku një muaj e gjysmë që të kryhet kjo punë. Natyrisht ato kanë edhe obligimet e tyre, për arsye se janë profesorë universitar, nuk janë vetëm ekspert që presin ne t'i thrasim për këso raste. Mirë, po presim, pavarësisht edhe një muaj besoj që do të kemi zgjidhjet konkrete. Edhe pse kjo një muaj, kur e them, mos të kapet nga opinioni se keni thënë një muaj tash nuk ka zgjidhje, apo u bë më herët, se mund të kemi edhe nesër zgjidhje. Domethënë, nëse ata bien u di se kështu duhet lexohet neni. Kush është në atë grup punues? Janë profesorë universitar, nuk kisha dashur ti eksponoj si emra, për arsye se kryejnë punën e tyre pro bono, domethënë janë dashamirë të proceseve politike dhe nuk kisha dashur ti eksponoj tani, po nëse në të ardhmen është e patjetërsueshme, nuk janë ato. Jo, të zgjidhet problemi është. Nuk janë, me rëndësi është të kemi zgjidhje. Zotri Sali, si ministër për çështje evropiane, si do t'ja bëni me ndryshimet kushtetuese, të cilat janë kusht për të filluar negociatat ose për të përshpejtuar procesin eurointegrues të vendit, pra çfarë hapa do ndërmeni ju për të përshpejtuar këtë proces, përmes të cilët varet fillimi i negociatave të BE-s? Tani si ministri i çështjeve evropiane dhe krye negociator për procesin e integrimit ton, jam në komunikim të vazhdueshëm me gjithë përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare, që ka të bëjë me ambasador, me përfaqësues të ndryshëm. Sot kisha komisarin për çështje të brendshme të Unionit Evropian dhe diskutojmë rreth mundësive për të përgjigjur një zgjidhje e cila do të jetë e favorshme për të dy palët, në këtë rast për neve dhe Bullgarinë. Natyrisht ne kemi marrë një obligim që duhet ta kryejmë, është tema e hapjes së kushtetutës dhe hyrjes së bullgarëve si pjesë e ndryshimeve kushtetuese. Jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me faktorët e brendshëm si kryeministër, ministra të tjerë për të kërkuar bëhet një hap i tillë. Mirë po, përderisa nuk kemi në anën tjetër, nga ana bullgare, derisa nuk kemi një qeveri stabile, e cila do të jetë e orientuar për integrimin e fqinjve të tyre, në këtë rast ne. Por ne detyrën tonë kur do ta bëjmë? Dhe ballafaqohemi me një periudhë ku ka periudhë parazgjedhore në Bullgari dhe retorika nacionaliste shtohet atje. Për arsye se kjo është tema e vetme në të cilën çdo parti politike synon të merr simpatinë e votuesve të tyre. Në këso rrethana nuk kemi ndonjë komunikim mes dy shteteve për të gjetur një zgjidhje të garancët. Jemi duke folur për garancët që i lip kryeministri. Për të marrë shenja, mos ta themi garanca, për arsye se garanca nuk ka në diplomaci. Mirë po, për të marrë shenja pozitive se kjo do të jetë një kërkesë me cilën edhe Bullgaria do ta sheh integrimin e Maqedonisë së Veriut si integrim edhe përfitim të vetin, si fqinjë i parë. Po, ju kujtoj se si koalicion zgjedhor Vlen, ju keni premtuar në fillim se për 6-7-8 muaj do të bëhen ndryshimet kushtetuese, tani reflektoni, ballafaqoni me një situatë të re. Ato deklarata janë dhënë në fillim të formimit të qeverisë, duke shpresuar se ky proces do të shtyhet shumë shpejt, duke mos i pas parasysh shumë faktorë tjerë të cilët ndikojnë në këtë. Natyrisht ndryshimet kushtetuese do të bëhen me numra, nuk mund t'i bëjmë vetëm ne. Ne si partner shqiptar, besoj edhe opozita shqiptare është e gatshme
dhe këtë kemi thënë 10 herë në publik se ne jemi të gatshëm të bëjmë ndryshimet kushtetuese edhe nesër. Do thonë, për ne si etni e cila ka kërkuar dhe ka luftuar për të drejtat e saj në kushtetut dhe ka sakrifikuar në format ndryshme për të qenë pjesë e kushtetutës, ne e kuptojmë shumë mirë kërkesën dhe nevojën për të qenë të përfaqësuar në kushtetut për të gëzuar të gjitha drejtat etnike. Dhe për atë arsye edhe jemi përkrahas për këtë lloj ndryshimi që duhet bëhet, mirë po, duhet ta kemi parasysh se numrat bëhen edhe me votat e partnerit të koalicionit që kemi në qeveri, dhe pa ato numra nuk kemi mundësi të bëjmë realizimin e kësaj. Në këtë rast, neve na mbetet vetëm diplomacia dhe insistimi i vazhdueshëm që të bëhet sa më shpejt, për arsye se ngecja është me rezultat humbje dhe çdo lëvizje përpara është zhvillim për vendin tonë. Zotëri Sali, kuptohen se kemi edhe shumë çka për të folur, duke filluar nga projektet infrastrukturore përgjatë korridorit 8, 10 dhe kështu me radhë, por unë për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe kështu me radhë, por unë për këtë emision kaq pyetje pata. Nëse keni diçka për të shtuar e që ndoshta mendoni se nuk ju kam pyetur, urdhëroni minutat në vazhdim për ju janë. Besoj se pyetjet do të mbeten për një rast të ardhshëm. Ju faleminderit për ftesën dhe për mundësinë për të sqaruar disa dilema të cilët janë në opinion. Natyrisht kjo vlen për ju, por edhe për gjithë kolegët tuaj të cilët na ftojnë kohë mbas kohe për mundësinë për të diskutuar para opinionit. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatita sonte. Faleminderit që na ndoqët dhe bashkë mirupafshim javën e ardhshme.